Shqiptarët e Kosovës mbetën grupi kryesor i turistëve në vende gjatë 2025-s duke shënuar 4.66 milion hyrje. Pesha e tyre ndaj totalit prej 12.46 milion hyrje ishte 37.4%, duke treguar edhe një herë kontributin që ka turizmi patriotik në këtë sektor në vendin tonë. Të dhënat zyrtare e grupeve që kanë vizituar Shqipërinë sipas lëvizjes së shtetasve të publikuar nga Instat, tregojnë se italianët mbetën grupi i dytë më i rëndësishëm me 1.29 milion hyrje në vitin që lan pas. Kjo shënon një rritje 3.17% në raport me vitin 2024. Ajo që vije të re është një ngadalësim i theksuar i rritjes së këtij grupi, pasi në 2024, krahasuar me 2023-shin, rritja ishte 31.5%. Tur operatorët thanë gjatë vitit 2025 se një zbehje italianëve, sidomos gjatë verës, ishte e dukshme dhe kjo lidhej me faktin që ata nuk e konsideronin më Shqipërinë një vend të lirë për pushime. Shtrenjtimi i disa rajoneve ku ky grup u përqendrua për pushime, siç ishte pjesa e jugut të Shqipërisë, bëri që shumë prej tyre ta anulonin rezervimet ose të ndryshonin destinacion. Gjithsesi ata mbeten një grup i rëndësishëm për turizmin gjithvjetor, duke preferuar vizitat në fundjava Tiranë, Durrës apo Vlorë, si dhe në pjesën tjetër të vendit dhe duke eksploruar gjithnjë më shumë pjesën kulinare dhe rurale të vendit, nisur nga fakti që mbetemi ende një nga vendet me çmimet më të ulta në restorante. Në rënje gjatë vitit të shkuar ishin dhe polakët. Operatorët turistik theksojnë se kjo rënje nuk vjen nga turizmi organizuar, i cili ndër vite ka qenë në rritje, e po kështu kontratat ishin në rritje edhe në 2025-ën. Rënja vjen nga turistët individual që nën promovimin e gjerë që pati Shqipëria 3 vitet e fundit vendosën të eksploronin të vetëm. Vitin e shkuar në vend hyn 288.000 polak, që përbëjnë vetëm 2.8% të peshës totale të turistëve. Po kështu në rënje ishin gjatë 2025-s dhe turistët nga Turqia dhe Spanja, sipas Monitor.